Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah, tabarakallah. 13 Ramazan dhe 13 Mars. Masha Allah. Subhanallah, sa shpejt ikin dhe kalojnë ditët dhe shumë shpejt po i afrohemi mesit të këtij muaji të begat, të këtij muaji madhështor. Një muaj që shpresojmë për Zotit të lej gjurmët e veta tek secili prej nesh. Një muaj që shpresojmë për Zotin të jetë muaj ndryshimit për mirë, muaj i shtimit të dashurisë së Zotit ndaj nesh, fitimit të dashurisë së Zotit ndaj nesh, fitimit mëshirës së Zotit, fitimit faljes tij, fitimit kënaqësisë tij, fitimit xhenetit, që regjistrimit nga xhenemi, fitimit sevapeve të mëdha, marrjes së certifikatës së devotshmërisë dhe përkushtimit. Një muaj që jo vetëm rregullon nefsin ton, jo vetëm që rregullon botkuptimin ton mbi pavlefshmërinë e jetës së kësaj bote, jo vetëm që rregullon dimensionet e shpirtit dhe i çliron ato nga prangat e pasionit, dëshirës, materjes lëndores, po një muaj që ka brenda sinqeritetin, një muaj që ka brenda sakrificën. Jemi në një nga adhurimet më interesante dhe më të rralla që Zoti e ka quajtur li, i imi, adhurimi im, i lëson fe innehu li, përveç agjerimit. Ai është i imi, ai është për mua. Elhamdulillah, mirësi e madhe dhe ne jemi te kjo pjesa. Ne jemi duke bërë diçka për Zotin e Madh. Mirë, inshallah po shohim tani, fillojmë atë pjesën tonë më interesante që është pjesa e komenteve. Duke lutur Zotin na japë sukses që kemi edhe sabër, se do të mbas dërim i çik me humor me komentet. Po si më dha gjurushëm, kështu që i bje sprovën vete kjo punë. Okej, atëherë bismillah. Ta afrojmë që i kamerën që më zvuajnë. Aleikum selam, rahmatullahi wa barakatuhu. Selam aleikum, thot nga Hamburgu. Aleikum selam, rahmatullah. Selam nga Dragostunja. Aleikum selam, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kemi nga Dragostuja këtu Tahirin, Daj Tahirin. Selam nga Prishtina, aleikum selam, rahmatullah. Nga Suedia, aleikum selam, rahmatullah. Kam 2 net që s'kam mujt me hy me këqyr live, sepse më ka kap gjumi, ja kam bërë gjuna, mirë e ke bo vlla. Ja ke bo shumë mirë. Aleikum selam, rahmatullah. A thuhet subhanekeja edhe në synete? Po, subhanekeja thuhet edhe në synete. Selam aleikum nga Austria. Aleikum selam, rahmatullah, barakatuh. Nga Tepelena. Aleikum selam. I kemi dhe ca habiba shumë të mirë nga Tepelena. I kemi nga Tepelena ca shpirtra, ca zemra, ca habiba. Mashallah, Zoti i rujt. Allahu i rujt. Selam nga Italia, aleikum selam, rahmatullah. Thot shumë pak dëgjohesh. Ore, mos kam vënë mikrofonin nga bim. Hajde ta shohim. Po tani. Duke se kjo është i sakti. Po tani si gjani. Po tani si gjani. A e për dikush për shtypjen.
nga Vjena, aleikum selam wa rahmatullah, nga Gjermania, aleikum selam wa rahmatullah, nga Belgjika, aleikum selam wa rahmatullah wa barakatuh. Nga Sydney, mashallah, aleikum selam wa rahmatullah. A ka ndonjë domethënë nëse shef veten në ëndër të palëvizshme, dhe I lutesh Allahut më ëndër. Mirësi është, mirësi. Mos u bani fort merak me ëndrat që shihni, e mos e marrni fort mendjen tek ëndrat që shihni. U merren vesh këto gjëra. Okej. Ja po e shohim edhe një herë. Nuk e di si është gjimi, nuk e di se si është gjimi. Shkupi, aleikum selam wa rahmatullah. Selam aleikum nga Vlora, aleikum selam wa rahmatullah. Selam aleikum nga Sukti, aleikum selam wa rahmatullah. Na bëjnë ndonjë dua për kërkim fëmije. Lutu Zotit namaz natë. Orën 2 të natës, fal 2 rekat namaz deri 2 pikaloti. Selam aleikum nga Danimarka, aleikum selam wa rahmatullah. Nga Gjermania, aleikum selam wa rahmatullah. Kam filluar të fal 5 vaktet. Iku. Këto kam filluar të fal 5 vaktet, për pjesën e tashahudit dhe salavat nuk kam mësuar akoma, I them shqip. S'ka problem, mos I thuj fare derisa të mësosh. A duhet paguhet Ramazani për smuret? Po. A Franca, aleikum selam. Kam shumë probleme me migrenën. Dhe kam lexuar se ka medikamente nër gjuhë. A e prishin gjuhën? A e prishin agjërimin? A e prishin agjërimin? Për arsye se duhet mbahet agjërimi pa ndim. Nuk e prishin agjërimin. Sepse janë poshtë gjuhës, nuk e prishin agjërimin. Nga Senegalia, Chicago, aleikum selam wa rahmatullah. Shumë mirë dëgjosh, po mirë, alhamdulillah. Amin. Nga Gjermania, nga Shkupi, aleikum selam. Tetova e bukur, aleikum selam. Selam nga Greqia, aleikum selam. Selam nga Italia. Okej. Nëse nxjerrin gazet gjatë agjërimit, a do psohet agjërimi? Jo, vallahi hiç. Vetëm se përmirësohet. Selam nga Mallakastra, aleikum selam wa rahmatullah. Nga Mallakastra, aleikum selam. Më ka bo njoni shumë nervoz, dje e kam msha me krejt qarkish me gjithë librin e shtëpis. A thu, s'mu ka prish agjërimi? Nuk bon muslimoni me sha. As me libër shtëpie, as pa libër shtëpie. Pejgamberi alayhis salam tha nëse dikush të ofendon ose çfarë thuaj jam agjërueshëm. Ipi me kuptues që ti nuk shan dot se i agjërueshëm. A është në rregull 13 rekat teravi për 40 minuta? Po, në rregull është. Selam nga Vjena, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. A bën me agjëru për nënën sepse ajo nuk mundet për shkak të terapisë. A bën me agjëru thot për nënën sepse ajo nuk mundet për shkak të terapisë. Po për ty kush agjëron? Komshia. Ti agjëron për nënën, komshia për ty I bie. Domethënë që secili agjëroj për veten, nënën nëse s'ka mundësi për shkak të terapisë, agjëron më vonë. Nëse s'ka mundësi më vonë, e paguni.
Okej, vazhdojmë. Pak dëgjohesh. Nuk e di ku është problemi. Nuk e di se ku është problemi. Hajër bof zoti. Selam nga Ulqini, aleikum selam wa rahmatullah. A ke me ardhë në Austri, inshallah. Nuk dëgjohesh, thot këtë ai tjetër, hajde inshallah. Mirë thot është tjetër. Selam nga Gjirokastra, thot prishet abdesi kur pi ujë. Abdesi jo, agjërimi po. Gjirokastra kemi një Habib shumë të mirë nej, Habib zemre. Më kanë ftuar për ditëlindjen, më thanë me e lënë ditën e agjërimit, atë ditë, mos më agjëru. Në më thonë të hidrosh Zotin, të fitosh hidrimin e Zotit, se të kanë thonë, mos më agjëru. Të kanë thonë. E kush ishin këta që të kanë thonë pash Zotin? Kush ishin këta që të kanë thonë ty? Edhe ti, s'do mua prish këtyne. Pra jerazi me aprish Zotit, e me hidru Allahun, ama njerëzit mos më mërzit. Ej, Zot, la ilaha illallah. Nëse bëjmë dua para selamit, ta ngrihen duart, jo. Selam nga Bruxelli, aleikum selam. Selam nga Chicago, aleikum selam. Jam në Itali, në familje, vitër në duhet me këtu apo në vendlindje, s'ka problem. Ose atje, ose vendlindje. Selam aleikum nga Elbasani, aleikum selam. Selam aleikum dhe të përshëndes nga Greqia, aleikum selam. A bën namazin e cis me bashku me Taravi? Po, bën. Selam, thot nga Lezhë, aleikum selam. Nga Hamburgu, aleikum selam, rahmatullah. Nga Frankfurti, aleikum selam, rahmatullah. A mund thot se më zë gjumi prap? Që zbova ki? Njerëz jemi, do të vish dhe ti në moshën time. Ktheja përgjigjen Ame dhe Izet, se të ka bo pyetje. Ku ta gjenë dhe unë këtu i marë pyetjet si që ndalin këtu. Nga Vlora, aleikum selam, nga fshati Ferra, aleikum selam, selam nga Durrësi, aleikum selam, selam nga Gjermania, aleikum selam. Nga Korça, aleikum selam, rahmatullah, amin edhe ty. A prishet agjërimi se duhet bëj një analizë zgjaku? Jo, nuk prishet. Nga Berlini, aleikum selam, rahmatullah. Nga Korça prap, aleikum selam, rahmatullah, nga Ferraj. E tham njerë nga Ferraj. Dëgjohesh në rregull. Ogj, vallaj ata pas kanë talash me telefonat vetë, se boll mirë po dëgjohesh. Allahu ta shpërblet o thënë për jetë, se na bën me fiksime. E valla bledar, faleminderit vlla. I kam falë vetëm 12 rekat teravia bon, apo duhet me fali zet. S'ka problem, fali sa që fali mami. Të fala nga Gostivari, aleikum selam. Shumë mirë dëgjohesh, faleminderit, Zoti ju shpërblet. I në rregull nga dëgjimi, Allahu ju shpërblet. A bën të që i mbleti për jetimin me e dërgu kur të rritet? I dorëzohen kujdestarit jetimit në momentin që mblidhen lekët për jetimit. Nuk mund ta vonesh. Nga Italia, aleikum selam, nga Vitia, aleikum selam. Kur del gjenaze nga shtëpia e kthejnë daljen me kokë apo nga këmbët. S'ka problem, si të më marr e si të jetë më mirë. Po ti falësh vit 4+4, sepse ashtu është në telefon. S'ka problem. Selam nga Milano, aleikum selam warahmatullah. Selam nga Italia, orsare 4 vitër duhet bëjmë. Vitri falet 1, falet 3, falet 5, falet 7, falet 9, falet 11, sa dush. Mesatarja është 3. Se me thonë ajo që është më shumë e transmituar. Ferizaj, aleikum selam. Nga Malishi, aleikum selam. A bën më fal 3-4 vitri para syfyrit? Po, nësë është në kohë, po. Nga Berlini, aleikum selam, rahmatullah. A prishet agjërimi se më duhet bëj një analizë zgjaku nesër, nuk prishet agjërimi. Amin dhe ty, Baudin. A lejohet vendoset verore për ditën e verës? Jo, nuk lejohet, është idhujtari.
vendosja e veroreve me rastin e ditës verës është idhujtari dhe nuk lejohet me i vendos as me i shit, as me i ble. Nga Friburgu i Zvicrës, aleikum selam, nga Greqia, aleikum selam. A bën të lexojmë Kur'anin me përkthim shqip, por ka dhe surat arabisht, kur jemi të përmueshme? Po, bën. Selam aleikum nga Stuttgarti, aleikum selam, wa rahmatullahi wa barakatuh. I fal teravit me surat më të shkurtra, se aq di, është në rregull? Po, është në rregull, nuk ka asnjë lloj problemi. Kur të dal nga nëna Shqipëri, do të vi tek xhamia Dina Hoxha të ju vizitoj. Mirë ardh zhulla. Mirë arsh e Zotit të rujt. Thoria, aleikum selam, wa rahmatullah. Është problem fotografitë e fëmijëve në shtëpi të varura në mure? Po, është problem. Nuk bën që me var asgjë nga fotografitë apo pikturat e frymorëve në shtëpi, se nuk hyn me lajket. Mbahen të ruajtura në album. Selam aleikum nga Saranda. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Saranda, mashallah. E dum fort Sarandën, e dum fort Sarandën, e dum fort Hoxh Bledin, e dum fort vëllezërit dhe motrat nga Saranda. Atëherë thot, kam falë vetëm 4 rekat teravi, kam falë 4 rekat teravi, e në pak, hajrë inshallah, mirë është me falë, aq sa falë imami. A munden me na bo magji gjatë Ramazanit? Munden, përjashtohet si rast. Përjashtohet si mundësi. Nëse nuk e bën niyet për agjërimin dhe agjeron, atë pranohet, po në momentin që njeriu e vendos që nesër do të agjeroj, ky është niyeti, nuk ka në filozofi të madhe. Nuk është kusht patjetër thot një formulë caktuar. Nga Athina, aleikum selam. I kamet të gratë, a duhet? Po, duhet. Selam aleikum nga Stuttgarti, aleikum selam, kam falë teravit në shtëpi e jo në xhami, 12 rekat. I kam falë teravit në shtëpi e jo në xhami. A bon 12 rekat? Bon, inshallah, s'ka problem. Se unë shkoj dikun mbi 100 km larg dhe obligohem të bashkëroj namazet, po unë mundem brenda 3 orëve të vi prapë në shtëpi. I ke gjitha lehtësimet. E ke fitu statusin e udhëtarit. Se çfarë bën ti pastaj është e drejta jote. Fieri, aleikum selam wa rahmatullah. Doja të thoja, teravi sa duhet të bëjmë. Se unë bëj 8, pastaj 2, pastaj vitrin. Shumë mirë. Okay. A bën falet vitri dhe pas teravisë dhe pas namazit natës? A bën falet vitri dhe pas teravisë dhe pas namazit natës? Jo. Vitri falet vetëm një herë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la witrani fi leila. Nuk falet vitri 2 herë në një natë. Selam aleikum, thot nga Vjes Badeni i bukur. Amin edhe ty për duat që ke bërë o vlla Shabani. Selam aleikum nga Italia. Selam aleikum, zot, amin edhe juve. Unë i falit teravit në shtëpi vetëm, a bën dhe a bën me fal 8 rekat? Bon me fal vetëm në shtëpi dhe bon me fal 8 rekat. Aleikum selam nga Gjermania. Kur do të na vish sot tek kastrati në Mullet? Isha, kam qenë para Ramazanit. Ashtë në rregull 20 minuta mas së fyrit, po thirr ezanin për sabah? Po, shumë në rregull. Nëse e mbyllim 2 minuta me vonë së fyrin, është e lejueshme? Me kujdes, do të me pas kujdes. Nëse bie në haram të vogël, si me vepru? Me u pendu, Zot më fal. Me thonë o Zot më fal. Po, e thamë këtë. Selam, rahmatullah. E di që gjithmonë duhet të mbulosh ushqimet me bismillah gjatë natës. Mirë, po gjatë Ramazanit kam dëgjuar se mundet të mos më mbulu. Jo, s'është e vërtetë. A
A mund të bësh dua thot për mua se më kanë marrë djalin qysh të vogël dhe më kanë shit në Itali. Allahu e kthef tek ti siç ktheu Jusufin tek prindërit e vet tek Jakubi alayhis salam. Gruaja shtatzën por ka problem në këmbë, me net në ruku dhe në sejdë. Le të falet në karrige ul nuk ka problem. Selam aleikum nga Haraqina. Wa aleikum selam rahmetullah, Zoti ju bekoft. Si është më mirë ta lexojmë Kur'anin me zë apo pa zë? Me zë të mesëm, me zë të ulët. Kur të vit të marr për një vizitë në Rom. Vi vetëm, nuk ka nevojë të më marrësh, inshallah. Inshallah dalim, inshallah. A bën me ndërpreagjerimin një ditë për arsye të dasme? Jo, nuk lejohet në asnjë mënyrë. Si bëhet njëti thot për umrën? Vesh rrobat e ihramit edhe lebejk Allahumma umratan. Jam Albini nga Greqia, wa aleikum selam wa rahmatullah. Edhe i herë. Edhe thot jam Albin nga Greqia, wa aleikum selam Albin. Nëna ime nuk din akoma të gjitha duat e namaz dhe kur falemi, unë i përshpëris me zë të lartë që ti përsërisë dhe ajo bën, po bën. Amin. Zekatin e takon me edhe në vllajt tim të sapo martuar si ndihmes, nëse është i varfër, po. A prish agjërimin se shohim organin gjinital gjatë nevojës kur pastrohemi? Jo. Selam nga Berni, wa aleikum selam wa rahmatullah. Nuk po fal taravi, po fal vetëm farzin. Dhe 12 rekat gjatë ditës, apo hyn gjuna, se po lodhem shumë me fëmijët e vegjël. Jo, inshallah nuk hyn gjuna. Allahu shpërblet. Vajza hyri në xhami të falte 2 rekat, u shkëput një plak nga stafi ku ishte, ulur dhe shkoi u lidh me vajzën për të fal. U bëra me merak se pse duhet ta bënte këtë veprim, kam frikën e magjisë. Mos e lidh, edhe mos e maj mendin aty inshallah. Mos e maj mendin aty inshallah taala. Po edhe vajzat që shkojnë në xhami, nëse vjen dikush i padëshiruar, t'ia mbyllin muhabetin. Të thonë fal se bëj të lexoj Kur'an apo diçka tjetër. Unë i fal taravit 4-4-2. Po mirë, hajë, inshallah, Zoti ta shpërblet. A lejohet falet namazit sabat 10 minuta para se të futet koha e tij sipas kalendarit? Në asnjë mënyrë. Pra edhe a lejohet falet namazit sabat 10 minuta para se të futet koha e tij sipas kalendarit? Jo, tham këtë. Selam. Amin gjithë të bashkë. Ahlen u sahlen. Përsa dhe kanë që ne agjërojmë, a duhet a japim vetëm personat që agjërojnë, apo kujdo, jo, duhet japim atyre që janë meritor për i muslimanëve. Nga Roma, aleikum selam, rahmatullah. Nga Hamburgu, aleikum selam, nga USA. Hoxhën vin nga puna në 2 natës, vetëm hasë fyrë dhe bit flej. Mirë për namaz e balë së mundën të fali regullisht. Në njerë më dërgjumi dhe uziona edhe e fali, a kam gjuna që së mundën më uziu regullisht? Po, ke gjuna. Ke gjuna. Dhe me gjeti zgjidhje për sabahun. Sa shmimi me shku me bo haqën? Këtë vit ka qenë 6.200 euro. Selam nga Berlini, faleminderit që ndan kohën me Zot Amin dhe ju, Zoti shpërblet. Allahu të dashtë Genis. Amin dhe ty vlla fitimi. Se në ke i lodh, po vallaj, sa duket jam i lodh. Po ne do shkojmë Kuba, tani do shkojmë në Hut, në orën 7.
të shkojmë në Kuba dhe në Uhud. A prishet agjërimi nëse takon apo bën muhabet në një gocë, varet deri ku shkon muhabeti. Selam aleikum nga Prizren, aleikum selam. Me dua, këtë e me bën dua, po inshallah. Aleikum selam. Nga Zvicra, lexoj Kur'anin arabisht me shkronjë shqipe, a kam sevap? Faktikisht duhet lexuar sipas originalit. Në tërgo, si është mas mirë të falen e 4 avizë? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Sa vjeç kam për obligim fëmijët magjëru? 13 e lartë, po mësohen nga 10 e lartë. Aleikum selam nga Kanadaja, aleikum selam vëllai shpërbleft. Kishte fillu imami Taravin, e kam zënë duke shkuar në ruku rekatit parë, pastaj mbaruam të dytën dhe dash selam. Atëherë, kishte fillu imami Taravin, e kam zënë duke shkuar në ruku rekatit pastaj parë mbaruam dytën dhe dash selam, se nuk e di se me vepru pastaj. Duhet plotësojsh edhe 2 tjerë, nuk duhet ifshe selam. Ka filluar ta lexoj Kur'anin në arabisht, jam shumë i lumtur. Mashallah te barakallah. Allahu të rrit o Zot. Aleikum selam. Aleikum selam wa rahmatullah. Unë agjëroj, por nuk fal namaz. Inshallah gjejmë bëhet sebeb që të fillosh namazin. E peqë në këputi prap? Unë e gjithot për nuk falë namaz. Allahu ta pranoft, inshallah, do të fillosh namazin avash avash. Hoxh nga zyra, mundesh me falë namaz natë dhe në 5 minuta para imsakut? Po, mundesh. Selam. E kam vllajën në depresion të ai falet, agjeron. Elhamdulillah, Zoti e të soft, Allahu shëroft. Një afër me im, martuar ka fëmijë kërkon nga në ndim financiar nga unë. Për moment nuk punon e më sigurt se ai konsumon alkool, dua që të ndihmoj. Shumë i bleja ushqimin, po mos e jep lekët në dorë. Bismillah. Një afër me imi martuar ka fëmijë kërkon ana ime ndihmë financiare, por në momentin nuk punon, jam i sigurt që ai konsumon alkool. Blej ushqime dhe jepja. Nuk kuptohet që kur hym namaz, fali namazi bëhet në gjuhën origjinale. Para mund të bëhet një revolucion nga bashkësitë islame shqiptare. Namazi është universal, vëlla, nuk mund bëjnë askush ndërhyrjen të. Shqiptarët u dhonë mend për çdo gjë, alhamdulillah. S'ka ai natë mend shumë ne shumë. Ka gjëna burri që e nal gruan mos me shku në umre. Po, nëse është umra e parë, ka gjëna. Kam gjë që urmat duhet me hangër tek. Jo, nuk ka në argument. Urdhëres nuk ka. Nëse hajnë tek, kështu vepronte pejgamberi selam. Hadithi që thot ka urdhëruar pejgamberi se me hangër urma tek s'ekziston. Kam udhëtu nesër për Kosovë, për Gjermanisë. A kam gjurma ose mik gjurmaje? Jo. Selam aleikum, thot Albini nga Puka, aleikum selam, rahmatullah. Nga data 24 duhet të filloj një kurs këtu në Gjermani. Është mbi 100 km nga unë banoj. Duhet të qëndroj aty 8 orë në ditë. Dhe kthefja, mund të bashkoj namazet? Po, mundesh. Kur jo thar për xhumasi, bëhet ta bashkohet sabahu me ylen, jo sabahu falet në kohë. Selam aleikum nga Lugano, aleikum selam warahmatullah. Allah e rrit. E pashe dhe unë. A lejohet të falem taravit 4 rekate, më e mirë është nga 2.
Asim Sakut, a mund me falë namaz sabahut? Po, 20 minuta i gjysore pas. Selam nga Mati, aleikum selam, rahmatullah, Allah ju rrit. Allah ju rrit, Zotin e roft. Por jemi nuk u falë dhe pa dashit, kalon njëri për para. Hajrë, inshallah s'ka problem. Amin. A mund të mvitet me adhon vllajt në burg, thot. Në qoftë është meritor, po. Allah e shpërblet. Jam duke lexuar Kur'an në emër të xhaxhait babait tim sepse ai është shkaktari që sot mbaj Ramazan. Po, Allah e shpërblet. Nuk ka volum thot zake zanë në vogël, jo, të tjerë thot që jenë në rregull, vëlla, kështu që e ke problemin ti ndoshta. Kur falim me imam dhe ngrihemi nga rukuja, a themi se me Allahu në namit? Po, mendimi më i saktë është që duhet të themi se me Allahu. Por jo, nuk themi. Atëherë edhe një herë. Kur jemi me imam, ne nuk themi se me Allahu në namit, po themi Rabbena lekal hamd. Imami thot se me Allahu në namit, ne themi Rabbena lekal hamd. Hadithi thot pejgamberi sa ka thënë kur thot imami se me Allahu limen hamide, ju thuni Rabbena wa lakal hamd. Selam nga Seria të Bergamo, aleikum selam rahmatullah. Nga Milano, aleikum selam rahmatullah. Unë du të udhtoj në orën 12 deri në orën 3 xhuman se kap, s'ka problem inshallah. A do vish në Gjermani inshallah. Selam, taqabbal Allah minkum. Selam. Kam në një lajm nga ai që ish. Selam nga Ulqini, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. A bën ta bëj një atë ndim për të afërmin zekat ose sadaka? Zekat jo, sadaka po. Musliman Sefa, ja, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Deqani, aleikum selam wa rahmatullah. O thënë nga Zvicra për Kosovë, a guxon i bashkojt drekën me ikindin? Po, guxon. A bën me bo bismillah para surës Inna atajnake? Po, bëhet. Mirë, inshallah, Allahu ju shpërblet Zotin në roft. Ju du fort gjithve. A mund bëj hatë me për nënën? Po, mund bësh. Bën me gjukra në Shqip. Po shtrimi në krevat, kur s'ka zënë gjumi, jo s'është e preferueshme që e tillë. Aleikum selam wa rahmatullah. Namazi i teravis është një namaz që falet natën në Ramazan në xhami, vetëm në Ramazan. Kur ti jesh udhëtar, me sa kilometra duhet me kanë larg shtëpisë? Nga qyteti në qytet. Kur bën dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes dhe arrin tek 3 surët e fundit, a bën ndërkohë që ti frysh dhe fëmijës që ke afër? Po. Allahu dash, nga Slovenia, aleikum selam wa rahmatullah. Pse në çdo vakt falet suneti i parë përveç farzit e akşamit? Edhe ai ka nafile të lehtë, nuk ka sunet, nafile të lehtë. A shkruhet sevap njeriu të gjallë nëse dedikoj hatën e lexuar? Jo.
fali teravit në shtëpi, a lexon subhaneke edhe në fillim të rakatit fundit? Fali teravit në shtëpi, a lexon subhaneke në fillim të rakatit? Sa herë jep tekbir fillestar në subhaneke? Sa mund të vënë në namazin e akşamit, pra tani duhet më shtruaj iftarin për anëtarët e tjerë, po kalon pak kohë. Mundohu mos ta kaloj 1 orë e çerek, 1 orë e gjys. Në namaz pas subhaneke, kur fillojmë elhamdulillah, duhet të themi bismillah? Po. Duam të bëjmë një çezme për babain që ka ndruar jetë. Inshallah taala mundeni, ja po japun një adresë tani. Ta çova. Nga Suedia, alaykum selam wa rahmatullah. Edhe një herë. A mund ta zgjasim Allahu Ekber ku ulemi në rekatin e dytë kur lexojmë te jatin? Normal, po. Po pa egzageruar. Në Ramazan që na kanë kalu pa egzageruar, duhet i kompensojmë inshallah, po. Hoxha është obliguar agjerim për atë njerëz që janë me terapi psikoterapike, pa bërë disa javë dhe pa marrë një konsulent nga mjeku, ja. A duhet të japim selam sekteve brenda islamit? Po, inshallah. Po, që të bëjmë sebeb që ata të udhëzohen. A mund të falim teravih në shtëpi? Po, nëse s'kemi mundësi të falim në xhami, po. A lejohet që dhëndri me iknu atë me baballëkut të vdekur? Baballëk, kujt i thon këta? Krushkut, vjerrit? Po, bën. Mbas së fyrit duhet të bëjmë vetëm dhikr, Kur'an, po, derisa aty koha, tamam. Asnjë duhet të bëjmë vetëm dhikr Kur'an, po, derisa aty koha sabat. A lejohet që të falis 20 minuta? Po, lejohet. 20 minuta mbas imsakut. A shkruaj leximi i Kur'anit hatme nëse lexoj vetëm për vete në arabisht? Po. Falja e cis salat ditër, nëse nuk e dim doan e kunutit, është sakt edhe pas së ditën. Kur të mbushet goja e me vjell, i me Ramazan, prishet? Jo, nuk prishet. Si thua, për ata dim që ngelen pa u martuar. Atyre do të thosh athirë me një rrot, se po t'ikën koha. Si e gjeni do të jepet në fillim apo edhe në fund, nuk ka problem. Kam burrin në psikoterapi. Kam burrin në psikjo frini gjafsnun. Ne kemi nevojë me këshillu në një blerë duhan pa tjetër. Allah se nga konë njën të i mundësive që ka. Sa ko pas Ramazanit mund të fillojmë agjerimin? Vetëm ditën e Bajramit nuk bën. Ditën e dytë pas Bajramit bën. Selam. Si agjerish në gjatë ditës dhe e prish, nëse përqafon se po t'jalin 18 muaj, jo, nuk prishet. Fal vetëm sunetet sabahut, kurse fal vetëm farzet pasi janë në punë. Pasi punë dhënësit nuk besojnë, dhe ne duhet të themi kametin.
sprova shqiptare. Kam qef takoj, ke xhamia më ke përgjithësi. Mirë, inshallah dhe ne do ta mbyllim, sepse në koha e sabaut. Amin. A na prishet agjërimi nga që punojmë me harame, me zhderi, alkooli, jo, nuk prishet. Po i bien vlerat. Alaykum selam nga Amerika, nga Berlini. Zakati pasurisë llogaritet 10 ditë përpara nga viti i kaluar, po. Mirë, pra inshallah atëherë mjaftohemi me kaq. Zoti na falte dhe na mëshiroft gjithë pa përjashtim. E na i fal gabimet tona. Amin. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh.